Në një botë të ndarë mes lindjes dhe perëndimit, mes kapitalizmit dhe komunizmit, mes lirisë dhe frikës, po zhvilloi një luftë tjetër. Një luftë që nuk ishte front apo ushtar, por kishte hije dhe heshtje. Ishte lufta për kontrollin e mendjes. CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës, nuk ishte vetëm një agjenci informacionesh. Ishte një mekanizëm i ndërlikuar që eksperimentonte me njeriun vet, me mendjen dhe shpirtin e tij, në kërkim të mënyrave për ta thyer, për ta manipuluar, për ta kthyer në armë. Ky ishte rrëfimi i projekteve më të errëta të saj. Një histori që tingëllon si trill, por është e dokumentuar. Në vitin 1947, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara themeluan CIA-n për të ndjekur dhe neutralizuar çdo kërcënim ndaj interesave të tyre. Por lufta e ftohtë nuk ishte një luftë me armë, ishte një luftë informacioni, frike dhe propagande. CIA kuptoi se duhej të fitonte në çdo front, jo vetëm me armë, por edhe me dieni. Kështu nisi një fushatë sekrete, e cila përfshinte spionimin, ndërhyrje në politikën e vendeve të huaja dhe më e rënda, eksperimentin mbi vetëqenien njerëzore. Ndër projektet më famkeqe të CIA-s është MK Ultra. I nisur në fillim të viteve 50, ky projekt kishte një qëllim të qartë, të zbulonte nëse mund të kontrollonte mendjen e njerëzit. Për të arritur këtë, CIA përdori LSD, një drogë e re psikodelike e pa eksploruar më parë. Ata testuan efektet e saj tek qindra individ, shpesh pa dijenin e tyre. Subjektet përfshinin pacient psikiatrik, të burgosur dhe madje edhe qytetar të zakonshëm. Një nga drejtuesit më të njohur ishte Dr. Ewen Cameron, një psikiatër kanadez. Në mbikëqyrjen e CIA-s, ai përdori teknikën e shpërlarjes së trurit, një përzierje mes elektroshokut, gjumit të detyruar për javë të tëra dhe riprogramimit të mendjes. Disa pacientë dolën nga trajtimet pa kujtesë, pa personalitet, pa identitet. Në shumë raste, CIA shkatërroi dokumentat për të fshehur provat. Në vitin 1973, drejtori i atëhershëm Richard Helms urdhëroi shkatërrimin e pjesës më të madhe të dhënave të MK Ultra, por disa dokumente mbijetuan, dhe ajo që zbuluan ishte tronditëse. Para se MK Ultra të merrte formë, CIA kishte eksperimentuar përmes projekteve Artichoke dhe Bluebird. Qëllimi ishte i njëjtë, të zbulojë si mund të thyhej vullneti i njerëzit. U përdorën metoda që sot do konsideroheshin torturë, privim nga gjumi, injeksione me substanca të panjohura, hipnozë ekstreme, presion psikologjik. Në thelb, po tentohej krijimi i një vrasësi me komandë, një individ që mund të ekzekutonte urdhra pa vetdije, vetëm me një sinjal. Këto projekte ishin parathënia e një epoke të errët eksperimentimi, ku etika dhe njeriu humbën në emër të sigurisë. Një nga projektet më bizare të CIA-s ishte Operation Midnight Climax. Në këtë operacion, agentët ngritën shtëpi publike të rreme në qytete si San Francisco dhe New York. Prostituta të rekrutuara nga CIA ftonin meshkuj të ndryshëm, shpesh të dehur, të cilët më pas drogoheshin me LSD pa dijenin e tyre. Ata vëzhgoheshin nga pasqyrat e një anshme, ndërsa agentët regjistronin çdo reagim të tyre. Qëllimi? Të kuptohej se si ndikonte droga në marrjen e vendimeve dhe në sjellje. Ishte një eksperiment i ndyrë, moralisht i rënuar, por për CIA-n i justifikueshëm në emër të sigurisë kombëtare. Por CIA nuk ndaloi vetëm tek droga dhe hipnoza. Në vitet 70 deri në mesin e viteve 90, ajo nisi një tjetër projekt të çuditshëm, Stargate Project. Këtu, fokusi ishte parapsikologjia. Konkretisht, një lloj aftësie për të parë vende dhe objekte larg trupit fizik, vetëm me mendje. Subjektet përshkruan ambiente ushtarake në Bashkimin Sovjetik, raketa bërthamore dhe baza sekrete. Disa nga këto përshkrime u konsideruan të sakta, çka i dha projektit vazhdimsi për vite me radhë, por skeptikët thonë se ishte humbje kohe dhe fondesh. Projekti u mbyll zyrtarisht në vitin 1995, megjithatë shumë besojnë se disa njësi të vizionarëve ende funksionojnë sot në hije. Përveç eksperimentimit biologjik dhe psikologjik, CIA testoi gjithashtu edhe teknologji të reja për kontroll mendje. Valë radio, mikrovalë dhe frekuenca të ulta u përdorën për të testuar ndikim në emocionet dhe sjelljet e njerëzve. U zhvilluan pajisje për të ndërhyrë në bioritmet e trurit, për të krijuar ndjesi frike, pasigurie ose për gjumje të papritur.
Po ashtu, CIA përpiloi dosje psikologjike të liderëve të huaj, për të ditur si të manipuloheshin. Një nga objektivat ishte Fidel Castro. U eksperimentua me ide absurde, nga përzierja e kimikateve në purët e tij, deri te spërkatja e rrobave të tij me hormone femërore për t'i ulur autoritetin. Në vitin 1975, pas presionit publik dhe një sër skandalesh, Senati Amerikan ngriti komisionin Church. Për herë të parë, CIA u thirrë të jap llogari për aktivitetet e saj të fshehta. Rezultatet ishin tronditëse, eksperimente pa leje, shkelje flagrante të drejtave të njeriut, përdorimi i drogës te qytetarë të pafajshëm. Pas këtij skandali, shumë projekte u ndërpren dhe disa dokumente u deklasifikuan. Por dëmi ishte bërë, disa viktima paditën CIA-n, disa fituan të shpërblime, shumë të tjerë u lanë në harres, edhe ajo që mbetet është pyetja: sa shumë nga këto projekte janë ende aktive, në forma më të sofistikuara, më të padukshme dhe më të pranueshme për botën moderne. Kur një shtet vendos të eksperimentojë me mendjen e qytetarit të vet, nuk kemi më të bëjmë me mbrojtje, por me kontroll. Projektet sekrete të CIA-s janë një faqe e errët e historisë amerikane, por mbi të gjitha, një paralajmërim për njerëzit. Në emër të sigurisë, mund të arsyetohet çdo gjë, por nëse nuk jeni të vetëdijshëm për të kaluarën, e ardhmja mund të jetë më shumë e frikshme.